Kapri do e fillojnë ndryshe pyetje me ty, për ata që nuk e din, është e thjesht shfarës, në Kosovë, në fakt si kudo, ka ca rregulla kushtetuese. Sot Albin Kurti kishte mundësi ota bënte qeverinë dhe të ishte vetë zëvendës kryeministër me këtë thuaje me kryeministër Glaugun, Glauk Konjufca, më pëlqen shumë emri i tij, Glauk Konjufca është perl. Dhe di pse pëlqen ky emër, shumë më tingëllon shumë bukur. Dhe Glauk dhe Konjufca është perl. Ose bënte ose dështoi. Nuk i bëri dot votat dhe tani Kosova do hyjë sërish në zgjedhje që duhet jenë më the pak më parë para fillimit të emisionit. Nesër ka thirrur presidentja krerët e partive dhe do shpalli një ditë zgjedhjesh. Kosova, me gjithë hallet që mund të ketë si çdo vend i botës së fakt, si Franca, Italia, ku diun, Greqia, Gjermania, si çdo vend i BE-s, edhe më gjerë, është gjithsesi një vend ku funksionon. Është shumë demokratik. Është e para kjo dhe e dyta funksionon rotacioni. Absolutisht. Nuk ka akuza për blerje votash. Absolutisht. Harta parlamentare do dërgoj Ledio tani, harta elektorale do dërgoj tani Ledio, po ta shohësh është perlë, është e mrekullueshme. Do shohësh hartën e Kosovës dhe hartën e Shqipërisë. Po, edhe po të shikosh që edhe pushteti lokal është ndryshon nga pushteti politik. Totalisht. Totalisht. Po totalisht. Unë do të lë të flasësh për këtë, po që ti të më të shpjegosh Kosovën pak. Ja, shish çfarë perle. Tani më thuaj pak. Kujdes, për gjithë ju që nuk e dini hartën e Kosovës dhe Shqipërisë, po ju lajmëroj, kjo më shumë gjyra është e Kosovës. Si jo, po, patjetër ka shumë që nuk e dini. Dhe s'keni pse ta dini. Jeni në punën tuaj. Punoni avokat, inxhinier, noter, s'keni pse të dini hartat. Gjyrat e ndryshme të partive, ta kuptoj. Të partive, po, aty ku shikoni të verdh, blu, ku diun, portokalli, lejla, bojqiell e tjerë, është Kosova dhe janë gjyrat e partive. Shikoni rezultatet e zgjedhjeve të fundit. Shikoni ndërkohë ç'bëhet në Shqipëri, ej. Shikoni Ramsin gjithandej me ndonjë pikë blu tek tuk. Shikoni çik. Çfarë perle. Tani kuptoni, ja këtu ndryshon për shembull, një vend ku njerëzit janë të lirë dhe nuk ju bëhet presion të votojnë dhe një vend ku ka stabilitet pothuajse 100%. Ke bërë një gabim atë të hartë. Ke shtuar Himarën e ke bërë blu, nuk është më blu Himara. Më duket mua. Nuk është Himara ajo. Në fund fare si Himara më duket. Kush është ajo? Mund ta shihni çik, është Himara ajo blu? Po pse është blu ajo? Realisht atje Beleri fitoi ore. Po mirë, po. Është se nuk e lan të bëj. Martën si ç'është, është prapë kuqe. Po pse se kanë ardhur e kanë bërë në fakt, kanë se kanë bërë. Kjo e kanë marrë atë momentin. Kjo hartë nuk e di nga është marrë. Ndoshta është bërë në momentin që fitoi që u bën zgjedhjet. Edhe kanë mbetur atje. Okej, hiqeni atë blun atje nga Himara, po. Beleri është gjuna. Çai bën atë njeriu e shkataruan kompleti. Ku do dalim te Kosova atëherë? Po vaje tani dëgjoj, pyetja ime para se të tregosh se ç'do ndodhi në Kosovë, Erald është kjo vlla. Realisht. Tani që Kosova është kaq para do thosh. Jo, do ta lutyt ma thuash atë. A do doje sot aktualisht të ishe ti Erald Kapri deputet i Kosovës dhe jo deputet i Shqipërisë? Kjo është pyetja ime. Duke parë diferencën. Po pse jo? E ndjen një lloj forme sikur jam shumë afër. Isha këtë fundjavë. Isha këtë fundjavë. Isha në Gjakov, isha ftuar në një aktivitet në një festival ditët e nëntorit që bëhet në fondacioni ku është dhe Ermala Simja. Ermonela Jaho. Unë bëra një aktivitet, isha e ftuar si folës tek shkolla e muzikës, kryesisht me familjet e vjetra të Gjakovës, ku fola për lëvizjen Kryeziu, familjen Kryeziu. Se njoh shumë mirë atë pjesë të historisë. Po se ti je historian në ferm. Zdo dhe harrojmë ta themi. Po, edhe ajo që unë shoh në Kosovë, që nuk e shikoj në Shqipëri fatkesisht, është që njerëzit janë shumë të hapur agro. Më fal, Arian, nuk e di pse tani me agro njëri që ditën, s'ke faj. Dhe janë plural. Më bën përshtypje që atë që e thon, se unë njoh dhe njerëz publik, atë që ta thon në kafe, e thon dhe në media. Pra janë shumë më të çiltër. Po, nuk ekziston gjuhë e drunjë kështu si këtu, gjuhë e drunjë dhe hipokrizia si këtu. Në shpirt janë më shumë demokratik, janë më rebel. Patjetër. Dhe e kuptojnë shumë mirë. Dhe shumë etik. Tjetër, nuk e diskutoj. E disa kapri gjën atje në Kosovë. E disa homologë të gjën në Kosovë që nuk përdorin fyeri. Unë e ndjek. Do t'i shofësh. E ndjek parlamentin. Shive një moment për kryu atmosferën. E di, po unë e them për njerëzit, jo për ty. Okej, dakor. Shive çisa kapri keni në Kosovë. Po shihje e vogël. Fare kjo, jepi le kjo, kemi bërë një montazh për të kuptuar komplet ndryshimin e gjuhës. Shikoni, banera qytetërim. Të dashur koleg, zonja dhe zotrinj, më lejoni që ta prezentoj kabinetin e qeverisë së re. Zëvendës kryeministri i parë dhe ministri i punëve të jashtme dhe diasporës, Albin Kurti. Ky është treguesi mjaftueshëm se çfarë kandidati për kryeministër është. Çka na tregon kjo është që zoti Konjufca është marrur në peng. Zoti Konjufca nuk është kandidat që e ka drejtën të propozoj e as të kritikoj askënd. Sikni ballaveçimet
me taktizime të emrave e zgjatje të krizës. Faleminderit shumë. Prandaj, sot, në emër të TTK-s, le ta mbyllim këtë seancë me një vërtet thjesht dhe një thirrje të madhe. Jemi shumë më shumë se sa që janë këta, le të bëhemi gati për zgjedhje, le të japim fundin e merituar një propagande populiste, le të japim dritë Republikës Kosovës. Ju faleminderit shumë. Kosovës, po propozohet qoftë dhe si formë një qeveri, ka qenë e ueshme e dhënë të emra. Pa nuk është e dëmtohet, ose në një sekret, deri në votim, pra do të ishte respekt. Konstatoj se me 56 vota për, 53 vota kundër dhe 4 abstenime, kuvendi nuk zgjodhi qeverinë e Republikës së Kosovës. Të nderuar kolegë, të dashur shtetorë, këtu i mbyll punimit e kësaj seance të jashtëzakonshme. Po ti ishte Ramsi 4 për shumë në vend të Kurit tani atje. Sigurisht që rezultati nuk do dilte kështu apo jo? Patjetër. Do ishim bler një 10 veta, do vllap me një herë, me një paf. Patjetër. A? Madje një nga kritikat që i bëjnë Kurtit është kjo. Po Kurti shket, më pse nuk e tenton një herë të morti? Si ka mundësi? Dhe kjo çudia e madhe. Një nga kritikat është që kërkon të ngjajë Ramës, pra, sepse Kërkon të ngjajë Ramsi? po në sensin që nuk kërkon të lëshojë pushtet, sepse qeveria ra për shkak të pamundësisë së Kurtit për të bërë kompromise. Kjo është. Po mirë, pra në rregull, po të paktën edhe pse kishte 4 partitë tira në opozitë. Fakti që ra, kapi çdo më thënë, që ai nuk tentoi të blejë asnjë apo jo? Jo, nuk është çështje nuk është i korruptuar, po duhet të them. Ta blej. Çështja është që unë e shoh, se unë kam mbështet Kurtin, ti e di. Po pra. Në hapat e para edhe tani. Po ju tha pra hajde bëjmë koalicion, nuk doni ta. Asa Bixhikuas. Po, problemi është që unë shikoj tani është që i mungon plani. Nëse Kurti gjithmonë ka pas një plan, dhe ka ditur ta vënë në jetë të gjë, dhe ka pasur besim fort aty dhe ja ka arritur, sot nuk e shoh që ka një plan, qoftë në raport me ndërkombëtarët, qoftë me çështjet e brendshme. Sepse që nga lëvizja që hoqi dorë vetë për të vendosur Glaukun, numrin tij të dytë. Po ç'të bënte sipas teje? Po të jepte zgjidhje pra, në këtë. Cila ishte zgjidhja? Të jepte zgjidhje. Cila do ishte zgjidhja? Po mund të merrte një parti tjetër edhe të bënin qeverinë bashk. Po s'pranuan pra. Transparente, po sepse ata kërkojnë garanci që Kurti nuk të jep. Një garanci është kush do jetë presidenti i ardhshëm, një garanci do jetë. Po kjo është tregon atë thelbo kapi. Që nuk e ka pushtetin qëllim vetvete pra. Jo. Po se po që do pranonte kushtet e tyre pra. Kritika ndaj tij është pikërisht që tani ka kthyer pushtetin si qëllim vetvete, përderisa nuk do që të ndaj pushtet. Pra përderisa nuk do të ndaj pushtet. Nuk do ishte rezultat më kapri se më duket se je pa kontradiktor. Jo, nuk po them. Po ta kishte pushtet si qëllim vetvete. Sot ai do bënte qeverinë pra. Se do pranonte Kaprin, kundërshtarin e tij, me kushtet e Kaprit. Edhe njerëzit që ka përballë ai nuk, kurse ka kaq. Pra kjo tregon pra. Tregon që aty politika është vërtet reale. Po që nuk blen dhe shiten më burr. Patjetër. Po këtë pra është. Kjo pra është pyetje, kjo është thelbi. Po të binde disa deputet. Po pra. Pra e kupton, unë e bëna këtë gjë për të kuptuar diferencën më burr. Po, e qartë. Pra, kritikat mund t'i bësh Kurtit nga qasja tënde, mund t'je normale. Mua që më intereson si shqiptar që jeton në Shqipëri, është të kuptoj diferencën midis qeverisë atyre dhe qeverisë këtu. Domethënë, nuk e kam parë në asnjë moment që ai të bëjë këtë tratativë, pra që mund të gjej deputet të caktuar të partitë ndryshme, ti josh me poste e ti merrte se nuk do i dushin shumë. A e bëri Ramsi me Ilir Metën 1 prill, 2013. Po pra e bëri me Metën si parti, por e ka bërë me deputet individual. Po kjo është çështja pra. Pra pse ai nuk i dha zgjidhje, sepse nuk ka pushteti qëllim vetvete, mendoj unë, si e mendon ti? Se po ta kishte qëllim vetvete, do jepte një zgjidhje, duke vazhduar të ishte vetë kryeministër. Jo, unë tani do bënte koncesione pra, do jepte koncesione. Kritika ime për të është kjo tani që ai po kërkon ta ketë pushtetin si qëllim vetvete dhe do pushtetin për vetë. Po si, duke shkuar në zgjedhje pra. Duke shkuar, sepse ai u thot qytetarëve të Kosovës tani, do dali si viktim. Do thotë që unë dola partia e parë, ne morëm shumicën, nuk donin që unë t'isha kryeministër, dhe ja që më bën, edhe pse vendosëm Glaukun, pra që është një figurë më konsensuale e tjerë, na çuan në zgjedhje. Dhe mendoj që fabula e Kurtit në këto zgjedhje, kjo do jetë që e ka përdorur edhe më përpara, ndaj dhe nuk jam i bindur sa do eci, që është pikërisht pamundësia ose Kurti që po më ngren mua që mos bëj. Me që jemi në fund bisedës, a është legjitime apo jo që ta duash pushtetin, pra ta duash ta marrësh përgjegjësinë, pra detyrën i vetëm pa e ndarë me tjerët. Kjo është legjitime. Në varësi të mbështetjes që ke pra. Po pra. Nëse do kishte 50+1, ka përgjegjësinë të ishte kryeministri. Në rregull pra. Në momentin që nuk i ka, do të jepte një zgjidhje.
Dhe zgjidhja ishte kjo që pam sot. Përgjegjësia e tij ishte që është partia e parë dhe duhet gjinte një partner koalicione të qeveriste në kuptimin që të jesh sa më transparente, mos bënte pazar politik. Në çdo vend të botës ku nuk viden zgjedhjet, Po. ti e ke parë që ku nuk arrihet marrëveshje, shkohet në zgjedhje. Shkohet në zgjedhje. Kjo ndodhi në Kosovë, pra. Dakord jam. Po që se jemi dakord me këtë, përse i kërkon më shumë se kaq? Jo, nuk po them të gjë, po them të gjë që Çka ka ndodhur kapri që kemi ndryshuar qendrim, ti dikur e mbështet dhe kurit, ai nuk e mbështet më? po shoh që nuk ka plan për çështjen me ndërkombëtare dhe për të ardhmen e Kosovës. Pra deri te sulmi në veri, vendosmërinë e tij unë kam mbështetur jashtëzakonisht shumë. Vendosja nën kontroll që i bëri veriut ishte jashtëzakonshme, ishte për të përshëndetur. Përplasja pasaj përtej kësaj me ndërkombëtarë, veçanërisht me amerikanët, dështimi për shumë reforma të brendshme, së mos në fushën ekonomike dhe sociale, më kanë bërë që ta humbas besimin tek ai. Pavarësisht se ende unë besoj që Kurti është një kryeminist i pakorruptuar. Unë e besoj këtë gjë, në sensin që nuk është përfshirë në aferat të cilat mund t'ja tundësh, siç mund t'ja tundësh Ramës. Ka kritika edhe për këtë. Një nga kritikat është që mënyra se si ai ushtron pushtetin paksa në mënyrë edhe disi autoritare dhe kritikat e tjerë që sillet si Ramsi në kuptimin Ramës që është i vetëm dhe nuk ka ekip. Apo që kosh ai është vetëm dhe ekipi i ministrave ose njerëzve që e rrethojnë atë, pak a shumë ai jo vetëm nuk i përfill, po edhe nuk merret me ta, pra nuk Ti thua, ka filluar kur të ketë pikat të ngjashme me Ramsin? Me Ramsin ka Kadër? kritikat. Kush ja bën këto kritika? Ja bën kundërshtarët apo? Kundërshtarët e vet, patjetër. Kundërshtarët e vet ku në Kosovë? Në Kosovë, por që disa mund të qëndrojnë. Kuptimin kjo tendenca për një lloj të qenit autoritar duket te Kurti. Sepse unë e kuptoj konsistencën nga një anë, por një politikan duhet të ketë aftësinë dhe zgjuarsinë shpesh që t'japi zgjidhje kur përballet me çështje të mëdha. Dhe unë nuk e kam parë në këtë momente. Parashikimi jot kapri për ta mbyllur cili është Kurti fiton zgjedhjet e ardhshme, zgjedhjet e reja do jetë sërish forcë e parë. Do jetë prapë forcë e parë. Dhe kjo është ngërçi në Kosovë, sepse opozita atje është pa leadership, pavarësisht se si e tërë opozita mund të marrë dhe më shumë mbështetje, por duke qenë pa leadership. Nuk bashkohen dot. Kurti. Duke qenë se dhe në pranverë janë zgjedhjet për presidentin, mund të krijojë një ngërç tjetër institucional dhe nuk dihet si mund të shkojë situata në Kosovë. Por duhet parë zgjedhjet. Nuk besoj që Kurti mund të rrisi votat për te sa mori në zgjedhjet e para 9 muajve afërsisht. Qartë, do e shohim, do mbetet ta shohim të gjithë sepse normalisht ti thua vjetor mund të bëhen zgjedhje. Po, por që mandatin si kandidat për kryeminist do e marrë sërish, pra duket që është forcë e parë politike sërish. Interesante shumë. Megjithatë, loja është e qartë atje. Po, ka rregulla loje. Ajo që është edhe më interesante është pavarësisht i ngërçi që s'ka qeveri, jeta atje vazhdon normalisht. Pikërisht po. Debati administrata vazhdon, puna vazhdon apo. Është interesant, partitë e opozitës kanë rezistuar fort. Nuk ka pasur asnjëra për tyre që të joshet ose t'i vetë propozohet të Kurtit, pavarësisht disa thashë themeve ose tentativave. Kështu që, domethënë, kur e ndjek politikën në Kosovë, ndje një lloj krenarie për shqiptarët, e kupton se është një politikë ndryshe dhe. Ja, po e dërgojmë edhe një herë hartën, Kosovën vetëm e pjekin më shumë këto kriza, më shkruan dikush. Absolutisht, bie dakord. Vetëm maturohet më shumë thot, nuk duhem parë si kriza. Kriza është kur s'ka pluralizëm në rubrika parlamentare. Aty është kulmi pluralizmit thot në Kosovë. Absolutisht, unë besoj të gjë dhe duke ndjekur diskutime në Parlamentin e Kosovës për 120 vendesh. Paga shumë 20 vende janë për minoritetet dhe janë vetëm 100 deputet shqiptar. Më besor janë që diku te 67 deputet, pra 70% e parlamentit, mund të ishte secili për tyre një lider edhe një kryetar partie, në sensin e forcës së ligjerimit, e qëndrimeve që mban, e qartësisë që ata kanë, dhe kjo është shumë për të lavdëruar. Dhe këtë pjekuri Kosova e ka arritur në më pak se sa u bën tani, si ka bërë 20 vite shtet, është për të admiruar. Totalisht. Tjetër kulturë, tjetër ADN komplet. Me qëra fjalla ka do të shofësh si ka dalë sondazhi. Për pyetjen, a duhet dhjetëfishua rroga e kryeministrit? Jepi. 60% e njerëzve thonë po. 40% thonë jo. Sondazhi që ne bëjmë live
tek ky QR kodi që është këtu dhe që mund të shofi çdo njeri, sepse ka një kështu biseda, një sondazhi. Okej. Do thuash di Arjan, këta të bëjnë qefin ty, mund ta thuash di gjë. Po janë ndekësit e tu. Janë fansat e mi thua? Atjetër. Se po të thoshin unë të kunu, do thoshin dhe këtu edhe këta kështu? Besoj se po. Pse më, kaq pak besim do të kemi te njerëz do kaprit, mund të kemë mendimin e tyre, të lirë. Njerëzit ndikohen, mos harro këtë gjë. Pastaj për të dhënë kredon, je njeri me ndikim, kështu që patjetër që Çudi e madhe pa. A duhet bërë një tjetër pyetje radhës tjetër të premten, a duhet vazhduar ky debat apo jo? Ti bëhet ja bëjmë Ramsit rrogën minimumi 35 milion lekë vjetër në muaj. Unë do vazhdoj këtë vëlla. Mu vjen keq për Ramsin ndryshën nga gjithë dynjaja vëlla, ai po vuan. Po nëse kjo është histori tjetër. Kapri. po. Para se të ikim, ti je njeri demokrat nga natyra. Populizëm mbase jo, po je demokrat si njeri apo jo? Civil. Civil. Unë të ftoj që të lexojmë ato që janë, se nuk kemi pse, ne nuk mund t'i shpikim dot popullin, ky është populli që kemi. Le të shohim Kapri, ku është? Ja, këtu do të jetë. Po, le të shohim çfarë kanë shkuar njerëzit. Një sekond tani. Bo, pritani se do të shkoj. Çfarë kanë shkuar njerëzit te ky QR kodi pasi kanë bërë loginin. Thot, mi mbrëma Kapri, vërtet kënaqësi të dëgjosh. Për të ardhur keq që nuk u bashkuan me Lape dhe Qorin, sot do kishim opozitë të saktë. Jo, ne mendojmë të... Jo, po s'do japim përgjigje. Thjesht do i lexojmë për t'i respektuar. Dakor. Ose po mund të japësh përgjigje, po jo, aq mirë akoma. Në qoftë se do ishim bërë bashkimin, unë nuk do isha në parlament, kaq. Dakor. E morë përgjigje. Nuk po s'do ndryshonte gjë dhe po të bashkoheshim, thot Marko. Pra i pari ishte se ka ca njerëz që nuk i thon emrat, bën vetëm iniciale. Marko thot s'do ndryshonte gjë dhe po të bashkoheshim. Elisi thot, çfarë mendimi keni për reagimin e kryeministrit? Cili reagim, sa? Cili reagim do të jesh më kështu... Kundër. Më eksplicit, më i sakt. Ja tham në parlament. Për kë reagime kishe fjalën të kryeministrit? Dhe kujdes se emisioni im nuk thuhet, zakonisht thuhet dhe kryeministri, por në përgjithësi i themi Ramsi 4. Ramsi nga Ramsesi, i 4 sepse është mandati 4. Ka nevojë ta shpjegosh të që se shumë njerëz nuk e kuptojnë. Ramsesin. Po, nga faraoni ti. E kemi thënë ne, po duhet thënë gjithmonë thua ti, mire ke, po. Faraoni i Egjiptit, pra. Faraoni i Egjiptit. Para sa mira vjetësh, sa i bie ka qenë ai? 3500 vjetë. 3500 vjet përpara quhej Ramses faraoni i Egjiptit. Një nga. Ndërkohë piramidat ishin bërë para Ramsesit. Ka bërë dhe Ramses, disa nga Ramsesit. Ky Ramsesi kryesori i madhi, besoj ka bërë një nga më të mëdhat atje. Pra është një nga faraonët në periudhën me sa më mend të mbretërisë së mesme që quhet, pra në kulmin e Egjiptit lashtë. Ramses quhet edhe ai. Ramses. Po ka pas atje Ramses 1, Ramses 2, Ramses 3? Ka pas, nuk e di sa kanë qenë në total, po ka pas disa. Po. Pra ai do mbetet për piramidat e Zëm, para 3500 vjetësh, ky do mbetet për kullat apo jo? Piramidat moderne. A ka pri? Ramsi këtu. Po, besoj që për kullat do e mbajnë mend. Po pra. Dhe vazhdojmë. Thonë njerëzit që na kanë parë në emision sonte, kanë shkruar dhe thonë, sa shumë janë dhe nuk arrit do t'i. Kapri, kisha respekt për ty dhe dukeshe më i moralshëm politikisht se këta tjerët, deri në momentin që u futet e Aleanca e Izraelit, më thot njëri. Unë do le të javë foto ti. Është shumë mirë bëri që futet e Izraelit. Eri në Terezi apo jo? Si guxon njëherë. Shumë mirë bëri. Ku t'i gjejmë që t'i jebi me ata? Ku t'a gjejmë? Po jabi një fjali se nuk ja vjen të merë më kështu. Është një organizat e cila është në të gjitha vendet perëndimore dhe ka nisur nga Senati Amerikan, në të cilin shprehet një simbolik dhe dakordsi që Izraeli ka të drejtën të ekzistojë si shtet. Por dhe po mos shprej, aq mirë ke bërë ka. Po kjo nuk e mohon as mundësinë pse jo të ekzistojë. Dhe Palestina e gjitha me radhë. Patjetër. Po të kesh mundësi pse jo mo. Qase që ka perëndimi në raport me këtë çështje. Patjetër. Raport forcash është. Çdo gjë tjetër është mashtrim, mos dëgjoni asgjë. Është vetëm raport forcash. Jemi i fortë, fiton. Jemi i dobët, do vuash. Është kaq e thjeshtë historia. Çdo gjë tjetër që ju thon, shikoni si mashtrus, mos besoni fare. Dakord? Vazhdojmë. Po ja ktheve shpinën të futet sallamit e barku. Shikoni se si e ka lezuar njerëzit, që i kthyen në shpinën këta sot Ramsit. Sallami, çat perde. Bravo, jeni të lezetshëm, jeni me etik. Se mu thosh në një fjalë tjetër. Pëlqen. Kapri super historian, shpresojmë të bëhet kryeministër një ditë. Të duan njerëzit, a?
unë do më mërzitem shumë vetëm po të duan, do të fillojnë dhe të shajnë pak. Po çon si kam. Qa origjine ka kapri? Kur mbajnë qëndrime të shajnë. Qa origjine ka Heraldit? Le dio sot duam kapri në fund, ë? S'ka më la vida continua sot. Duam kapri se fini se kemi tradit në emision. Jam nga Pogradeci, thë. Nga Pogradeci. Sepse thot qa mbi emri, duam kapri, Heraldi qa mbi emri është kjo thot, a mund na thoni? Nga Pogradeci është kapri. Rimishërim i të madhi mitat frashri, thot. Dikush tjetër. Falenderoj me që shumë e sakt, t'i përgjigjesh Ramos me të njëjtën formë nuk e mund dot. Duhet një qasje alternative që partitë e reja të tjerë. Po i trefishoj rogat këta që kthyen shpinën, hoqën, po i trefishoj rogat, thot këta që kthyen shpinën, hoqën dhe bre këto çano. Këtë se kuptova mirun, ironin. Kë mora vesh. Dhe është prap ky STHL-ja, e kupton, janë sa një, shikon, mos përdori iniciale, thoni emrin tuaj, mos keni frikë. X-Men i thot Ramsi, ato lekët e rogës i ka veç me blet sa parat lete. Dhe në fakt s'ka faj më burke me ndonë, ej. Ose tani më kujtua me që përmënde shifra. 3 milion e gjysë e kryeministri, ej. Shifra që përmënde 35 milion. E 10 fishëvon, më thjesht. Ishte sa e shisha e verës që përmënde Ahmetaj, 35.000 euro. Aq ishte? Aq ishte. Urdhë tani. Tani s'duhet ta pi një kryeministër atë. Kush do i qoftë kryeministër? Ta pi një shebere të shtrenjtë, ku ulet në një tavolinë të rëndësishme. Që firmosen kontrata miliardë që vlla, nuk duhet një verë shtrenjtë? Qa do marrë? Do marrë i verë, sa do marrë? 400 euro verë, 200 euro, nuk është turp. Lere tani ka pri, po hajë se duhet të kërojmë një këshume, të kërojmë një grup, një think tank, për të lobuar për të ngritur rogën e Ramsit 4. Unë e kam bindje këtë gjë. Këtë ndryshoj kompleta, më do bëhet tjetër njeri, më do shikoni s'do jetëm sa arrogant, asgjë. Unë duhet jetë dhe i përjetshëm, pa përveç rrogës duhet jetë dhe i përjetshëm. Të shohë zhvillimin e Shqipërisë, të thënë. Të shohë që do bëhet. Po, kjo është histori tjetër. Së qef ka mora është 11 qerek, tani është moment deliri. O kapri, dhe 10 milion euro të ketë rogën, thot Pietri. Po shife kush e ka shkujt, si e ka armine që ka shkujt? Boli. Boli. Ose e shetë e ledjo këto ndërko. Boli thot, dhe 10 milion euro të ketë rogën, thot, korupcionin betet vegla e cila e mba në pushtetot. Gjë që roga kur nuk ja mundëson dot. Pa prandaj për duhet jetë i përjetshëm, që mos ketë mas korupcion asgjë vëlla. Teza jote është shkudani, që më mëndin që jajp të gjitha, nuk do vjedi më. Po normal, o bu. E, kuptova. Po të është të para. E kemi thëmë këtë bashkë. Po di e galuar, e ke thëmë, ishim këtu, e kemi bërë këtë bisedë. A e ka Heraldi një mundësi, në partinë mundësia, thot njeri? Po pa tjeta. E ka pra u bu deputet, avash avash. Një dit do vit, do të mundi gonin. Po kjo është herët akoma. Gjithë dëshira dhe plane jonë është Agroni të kryeministri Shqipërisë ditë. Është Agroni? Pa tjeta. Dakord. Kori thot, mënyra me e mirë për të luftuar korupcionin është rritja e rrogave shtetarëve publik. Shkon Kori është dakord me mua. Duhet ngritur rrogat, pak janë shumë të ulta plak. Ç'është i qasje? Enrico Soldi thot, më mirë ti mori me letra. Bravo. Se e kupton çfarë thon njerëzit pra. Ore ky i merr që i merr to valla, në forma dysh. Jepeni me letra më burr. Jepeni më zëni më të qet. Ore më dëgjoj. Ore un dua ta bëj me buzëqeshjet e emision, sa nuk ja vjen të rim kështu në korniz, se bëhemi të mërzitshëm. Po realisht un jam serioz se kjo që them valla. Po tallet. Ndërkohë ndihma ekonomike në Shqipëri thot është 3000 lekë të reja. Po ka disa në zonat rurale po. Po më dëgjoj tani. Po pse s'u japësh më shumë tyre njerëzve më kapri? Ata nuk punojnë, edhe shumë janë aq më burr tani se edhe kjo ti dakord me mua apo jo? Një sekond. Po sa duhet të them nga e para. Duke edhe aq pak ti e le të varfër gjithmonë atë. Po i varfër duhet të mbetet se ai nuk do të bëhet i pasur. Ne pse quhemi Partia Mundësia? Për të dhënë mundësi njerëzve pra, që të punojnë. Ne edhe si bindje kemi që ndihma e papunësisë është më shumë një instrument për ta mbajtur njeriu të varfër se sa. E thon kështu thua ti, është e respektueshëm, është krijon një lloj patjetër më. Problemi është të ikim pak nga kjo gjunafi shkreti se është i varfër. Shumë të varfër sot në botë, përfshirë Shqipërinë o kapri. Janë të varfër jo sepse nuk kanë mundësi, po sepse ashtu ju shijon. Ne asnjëherë nuk e mendojmë të gjë vëlla. Ne mendojmë se ata janë të varfër se s'kan pas mundësi. Ky është debat tjetër. Dëgjoj. Po ky është debati. Po jo tani nuk do të bëjmë nga e para. Po lexoja një ditë. Po lexoja një ditë një gjë shumë interesante, thoshte, ku ishte njeriu më i lumtur në 1500-ën apo tani? Edhe shumë binin dakord që ishte në 1500-ën.
Pra, njeriu sot që shikon më shumë meritet sociale, krijon depresion, e tjera e tjera. Do më duket shikon dhe gjëra që sigurisht s'mund t'i arrit dot. Patjetër. Pra, t'jetë realist. Në botën e 1500-ës, jeta ishte më e thjeshtë, më afër natyrës, po pra. Lumturia ishte më e prekshme, ose të paktën e prekje. Kapi e peshkun, papi hidhi në tigan. Me jemi realisht. Po edhe mizeria më e madhe. Edhe mizeria ishte më e madhe. Skuptim. Mizeria, varfëria ishte më e madhe. Jo, raporti me lumturinë nuk ka të bëjë thjesht të ka të bëjë me materien pra, Ledio. Prandaj nuk ka lidhje burr. Por në thelb është kjo që një sistem është i drejtë vetëm atëherë kur një njeri që kërkon të përmirësojë jetën e vet, të rrisë tarot e veta, të rrisë cilësinë e jetës vet, ta ketë të mundësi. Nëse sistemi nuk ka krijuar këtë mundësi, këtu kemi dështuar. Pra që sot i thua që ka njerëz që janë të varfër sepse duan të jenë të varfër, mund të jetë drejta e tyre që s'do të jetë të punojë, okay. Por ata që duan vërtet, dhe unë mendoj që këta janë shumica dërguese, ne do të krijojmë mundësinë atyre. Ky është thelbi. Dakor. Rama më thot, e mundi vetëm duke bërë batuta, ashtu vetëm acarohet dhe s'dish thot ai, mendojeni një herë thot. Jo, unë mendoj që Rama mundet vetëm me kontrast moral. Vetëm kur të legjë Ramsi do ndaloj ato të dhëkun vetëm kur të legjitimohet mbret i Shqipërisë. Dhe të jetë i përjetshëm, më thot një tjetër. Ndërkohë më shkruan një tip që quhet Vilajet Qyrku. E ke dëgjuar të pseudonim, është i vjetër shumë ky Vilajet Qyrku. E ke shpikur ti? Se kam shpikur unë, jo. Ky është në rrjet, si e kam shpikur unë. Ja, shikoj. Jo, po më kujtohet Vilajet Qyrku i parë që po sepse dikur e përdonin njerëzit e Velisë. Erion Velis. Po Vilajet Qyrku që ka kthyer ose përdor këtë, thotë po rrogësime si do të vej halli. Duhet votosh për partinë Mundësia që të kesh mundësi të rrethë. Mos është i njëjti më. Mos është i njëjti Ledio. Na shkruan nga burgu. Po, normal, mund të jetë Velia i vet, po. Ore me qira fjala, Velia e merr rrogun tani duke qenë sekretar bashkie? Nuk jam i sigurt, nuk e di. Normalisht do ta marrë jo burr. Jo, ndoshta tani pas vendimit gjykatës kështuese po. Po se përpara se ka marrë? Nuk jam i sigurt. Ere parë që po më bëhet kjo pyetje dhe se ka menduar, duhet të pyes. Ore pyesi pak ju që më shkruani te ky QR kodi këtu, që jeni futur. Erion Velia, që kur është futur brenda, e merr rrogën apo jo normalisht sekretar bashkie? Jam shumë kurioz ta di. Nga idealist i fortë nuk arrit të kuptojë rëndësinë e kompromiseve në publik, po e mbyll me dështim ciklin e tij, thotë. Mos e ka për Kurtin. Për Kurtin e ka ky thua, ka ardhur në orën 23:08 minuta. Për Kurtin e ka, për Kurtin po. Nëse mesazhet janë pa furt, Amarildo vjen thotë Kurti vjen sërish në pushtet dhe mbas zgjedhjeve të ardhshme, thotë Amarildo. X-Men i thotë Shqipëria diktaturë, Gjokeri thotë vendet e zhvilluara, Shqipëria nuk është ai lloj vendi. Ervin Leka thotë po duhet patjetër të rritet pagë e kryeministit se ai mban përgjegjësi të mëdha dhe përballet çdo ditë me sfida. E shikon, sfidat menaxhimit të një shteti, rritja e pagës është e sigurueshme dhe për disa arsye të tjera, pozicioni kërkon vendimarrje të nivelit të lartë që ndikojnë drejt për drejt në ekonominë, sigurinë dhe funksionin e institucioneve. Ngarkesa e madhe e punës dhe përgjegjësia 24/7 kërkon një kompensim të përshtatshëm, një pagë më e lartë, vazhdon të thotë Ervin Leka. Një pagë më e lartë mund të ul interesat konfliktuale dhe të rrisë transparencën, është në përputhje me praktikat e vendeve të tjera të zhvilluara ku drejtuesit e shtetit kompensohen sipas nivelit përgjegjësive. Po, të rritet kryeministit paga. Por po të them është debat ky. Unë e di pse e them sepse ti ngri këto debate në parlament, vëlla, i është shumë interesant edhe për komisione. Mendoj një herë o kapër, nuk do të ndroj mendjen. Mendoj një herë. Ndoshta kur të filloj Rama me Berishën, ta mendojnë seriozisht të punën e ndryshimit të kushtetues, mund të hapet këtë çështje. Vërtet? Do kishte më sens thua ti. Po në një paraprim. Po të kërkojë bëhet Rama presidenti për shembull, aty duhet diskutuar pagat ndoshta. Fu Gjokeri vazhdon Andri Sadika janë pafund. Ora është 23:23 minuta. Duhet ta mbyllim se ashtu kemi një muhabet tani, kemi një takim shumë të rëndësishëm. Unë Kapri dhe ca çuna të tjerë. Po jo shumë, son do të ikim në parlament, harrove. Do ikësh direkt si? Jo direkt, po sa në çor, po jo më ke kohë më burr. Rreth orës 1 besoj. Pak mos ta cimbisim një gjë më për të vogël. Një gjë e vogël vare. Okej. Ora 23:23 minuta, falendor jashtëmase Kaprin, do e kemi sërish në këtë emision me kënaqësi. Kapri në orën 1 sot do shkoj të votoj në është vota jon fare fjalimi. Fjalimi. Po çfarë është fabula? Për buxhetin. Për buxhetin. Të gjithë ju fansat e Kaprit, dhe nuk jeni pak që e doni dhe respektoni si deputet, të ri që është, në orën 1 të natës fikse ke Kapri? Nuk e di.
Rreth orës 1. Rreth orës 1 ndoshta. Okej, ku jepet? Te televizioni publik duket? Po, edhe në Facebookun e Parlamentit. Po, të gjithë ju fansë e Kaprit, dëgjoni fjalimin e Kaprit sot, bëjmë shik promë fjalimin tonë. Ja vlen. Po buxhetin është. Është i rëndësishëm. Sot le dio siç e tham, do e mbylli me Caprice e Fini, është një këngë e vjetër franceze në fakt që është një këngë dashurie sigurisht, ka ndodhur një dashuri atje, një marrëdhënie interesante në Capri të Italisë. Capri është një ishull, për gjithë ju se dini, një ishull shumë interesant, që është diku këtej nga Italia jugut, më duket apo jo Capri, afër Napolit? Apo është më poshtë akoma? Në mes Italisë, po. Në mes. Në detin Tiranë, po. Shikoni dhe video është e vjetër, video e klipit. Po, është... Është e asaj kohe. Di që është këngë e viteve fillimit e 70, ndoshta mos gaboj. Bravo. O 70-80 gjë të tillë. Jo, vite 70-80. 70. Këngë e vjetër sa vjen Capri në studio, unë e vë. Capri e ka me K, sigurisht, sepse është shqiptar. K-A-P-R-I. Capri në italisht është me C, po ç'është si ka, shqiptimi është e njëjtë. Capri të falenderoj jashtë. Faleminderit Aga. Po e mbylli me Caprice e Fini, pra Capri mbaroi, dhe bashkë takohemi të premten zonja e zotrinj se kemi lajme shumë nga Amerika dhe nga Arabia Saudite. Pyta.